Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ju që më dëgjoni për herë të parë, jam Andalina nga Sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë verore, shumë të shëndetshme, e përshtatshme për të gjithë pjesëtarët e familjes dhe mbi të gjitha për ta marrë me vete kudo. Jemi në sezonin e plazhit dhe është fantastike për ta marrë me vete. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në rende do të grim një kungulleshk mesatare, një patate gjithashtu mesatare, do grim edhe një karrotë. Nëse jeni i ri në kanalin tim, unë juftoj t'i hidh një sy recetave në kanal dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës për t'u njoftuar për çdo recetë të re të postuar. Pasi i kemi kryer perimet në rende, do shtojmë pak krip, do t'i përziem dhe do t'i lëm pak në mënyrë që të lëshojnë atë lëngun që kanë vetë perimet. Dhe duket me sy rreth 2-3 minuta, jo më shumë, më pas do t'i shtrydhim me ndihmën e duarve ose me ndihmën e një garze ose një nape, si ta keni ju më të thjesht. Unë zgjodha mënyrën më të thjesht me ndihmën e duarve. Pasi i kemi shtrydhur shumë mirë, do t'i vendosim në një tjetër enë, kështu si tregohet në video. Kjo recetë, nëse ekziston ndonjë perime që ju nuk e preferoni apo nuk e përdorni, mund ta përgatisni edhe vetëm me kungulleshka. Por unë për ta pasuruar akoma më shumë kam shtuar patate dhe karrota. Pra edhe me vetëm kungulleshka mund ta përgatisni. Pasi kemi vendosur masën të gjithë në një enë, do shtojmë 3 vezë krip, piper të zi, erëzat sipas dëshirës, mund të shtoni edhe rigon, por edhe me nenegjik shkon shumë kjo recetë. Masën do ta përziem shumë mirë dhe do ta vendosim në tavën e pjekjes, duke ja hapur në formën e një pete të hollë, kështu siç do shihni tani në video. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, ma shkruani atë në koment dhe ju falenderoj për të gjithë komentet dhe kohën që i kushtoni kanalit tim. E pjekim në 180 gradë derisa të jetë gati, mua më mori rreth 20 minuta. E kthejmë përmbys duke vendosur një letër pjekjeje përsëri në mënyrë që të mos ngjisë. E largojmë letrën poshtë, e mbledhim direkt ashtu siç është e ngrohtë në mënyrë që të krijohet, të marrë formën. Pra e lëm për pak, më pas e hapim dhe e mbushim me djath. Ju në mbushje mund të zgjidhni çfarë të keni dëshirë. Kjo recetë ju jep mundësi që të vendosni gjërat tuaja të preferuarat. Unë e kam mbushur me djath, me sallatë jeshile dhe me domate, por mund të zgjidhni prosciutto, mund të zgjidhni domate të thata, fruta të thata, tom peshku, pra jep mundësinë me shumë që të përdorni shumë përbërës që ju gjenden në shtëpi apo preferoni. Është shumë e shëndetshme për fëmijët, por dhe jo vetëm për fëmijët. Është një recetë që mund ta përdorni si për mëngjes, si për drekë, si për darkë, shumë e lehtë, por gjithashtu edhe për ta marrë me vete në punë ose në plazh, ashtu si thash në fillim të videos. E mbledhim me kujdes, e presim dhe e keni gati. Siç e pat, është e thjesht, do pak kujdes gjatë përgatitjes, gjatë mbledhjes, por ju sugjeroj ta provoni. Janë perime që gjenden shumë lehtë tashmë, sidomos kungulleshkat janë të freskëta, super të shëndetshme dhe bëhet fantastike. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Dëgjohemi në recetën tjetër. Faleminderit që më ndiqni.